7 prilli ka shënuar një datë e rëndësishme historike për shqiptarët e Malit të Zi, pasi në komunën me shumicë shqiptare të Ulqinit, për herë të parë u hap konsullata shqiptare, autoritetet e shumta politike shqiptare dhe asaj të Malit të Zi ishin prezent në këtë aktivitet. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë e vlerësoi këtë ditë të rëndësishme për bashkëpunimin mes dy vendeve. Ky qytet i mrekullueshëm me pasuritë e tij natyrore, historike dhe kulturore ka qenë gjithmonë një urlisë midis dy popujve tanë, një simbol i bashkëtesës paqësore dhe i respektit reciprok ndër shekuj. Prania jonë këtu sot është dëshmi e këtij raporti të veçantë, por edhe një angazhimi të përbashkët për një të ardhme më të fortë dhe më të lidhur mes dy vendeve tona. Hapja e konsullatës shqiptare në Ulqin nuk është thjesht një akt diplomatik, nuk është thjesht një akt simbolik, por një investim në marrëdhëniet tona dypalçe, një dritare e re bashkëpunimi dhe mbi të gjitha një shprehje konkrete dhe mbështetjes së Republikës Shqipërisë për komunitetin shqiptar në Mal të Zi. Në krye të konsullatës së përgjithshme në Ulqin u emërua Arben Doçi. Çelja e kësaj konsullate dëshmon për vëmendjen e përqendruar të qeverisë shqiptare ndaj shqiptarëve në Mal të Zi dhe posaçërisht nën kujdesin e ministrit Zoti Igli Hasani për ta parë komunitetin shqiptar këtu jo vetëm si faktor konstruktiv stabiliteti në bashkëtesën etnike, por edhe si cimentim të marrëdhënieve tona gjithnjë më të mira të Shqipërisë me Malin e Zi. Marrja e kësaj detyre si konsull i përgjithshëm pikërisht në kryeqendrën shqiptare në Malin e Zi në Ulqin vlerësohet nga ana ime si momenti më i rëndësishëm, më i përgjegjshëm dhe më fisniku në jetën time profesionale. Kreu komunës së Ulqinit Gencin Imanbegu, ndër të tjera tha se tashmë kjo ditë është e rëndësishme për shqiptarët dhe rolin e tyre në Malin e Zi. Shpesh herë njerëzit bëjnë histori apo hetojnë në histori. Për komunitetin e Ulqinit, sot është një ditë historike. Ditë historike, ditë nderi, sepse konsullata e përgjithshme e Shqipërisë hap dyert e veta në mënyrë solemne. Dhe ne jemi gjithë të gëzuar për këtë fakt. Gëzimi jon është i tillë saqë emocionet janë të shumta të qytetarëve. Por historinë e bëjnë edhe tjerët. Dhe komuniteti i Ulqinit sot ka një brengë të madhe. Ka brengën e madhe e cila vjen po nga qeveria Malit të Zi. Ndërkohë për zëvendës kryeministrin e Malit të Zi, Ervin Ibrahimović, kjo ditë rri dhe një herë bashkëpunimin mes dy vendeve fqinje.